tash e shoh se sa privilegj është me qenë sportiste, pavarësisht gjitha sakrificave, mundeve, gjithçka që kemi bo për këtë sport, unë prapë ndihemi privilegjume që kom pas mundësinë me shiu gjithë këtë rrugtim. Nuk e kisha hek asnjë sfidë që e kom pas, asgjë prej gjithë këtij rrugtimi. Secila më ka mësu diçka edhe më ka mësu me u përballë me sfidën tjetër. Ka qenë kënaqësi e madhe me udhëtu, me marrë pjesë n'gara, me vizitu shtete të ndryshme, me menaxhu, me u mësu me menaxhu emocionet, me menaxhu çdo lloj çka të ndodh, edhe në një farë forme edhe me ndryshu për të mirë edhe karakterin tonë. Çdo sport që të ndryshon për të mirë, mundohesh me i kuptu shumë sende, me u bo njeri që vlerëson gjithçka, me respektu tjerët, edhe këto janë gjitha të mira që i kom marrë prej sportit, edhe ndihem shumë e privilegjume, e përmbushur që ky ka qenë rrugtimi im. Edhe rrugtim që e kam shiu prej që kam qenë fëmijë e deri me tash.